i bësi shtyra. Sikur kur e din që u bu diçka e mirë. S'kem tjetër rrugë, pas pëshetja të Allah. Pa lëvizshëm, as flet, as han, as pin, krejt do të meni mua. Si drita. Xhamat Derum është pa koment. Po. Inshallah, veç e gëzën. Faleminderit. Allah ju shpërblet. Gjithë faleminderit shumë. Respekt për gjithë. Aleikum selam. Kameraman rretin, e të jeves për me kësyrë. Selam aleikum, Xhamat Derum. Shoqata tradita, e që është e po të jeves, ka vendosur me gëzu një person që është ish ushtari i UÇK-s. Pjeka këtij njeri të gëzuar në kjo none, po vetë Allah e pa guft. E kështu që na po shkojna pa u burko, sa do është edhe hapja, dorëzimi i qecave, domethënë shtëpinë e re të këtij ushtari, ish ushtari të UÇK-s. Që këtu jam, udhës e takova bashkë njeri në këç, Muharrem Zajnullah, kryetari i shoqatës Tradita. Selam aleikum. Aleikum selam. Çfarë ndjenja sot? Më thonë dhe asaj video virale që shumë është përfol, shumë është diskutuar rreth këtij rasti në këtë fshatin Revuç. Çfarë ndjenja sot për ty që ja keni arritur qëllimin, elhamdulillah? Po vërtet vallai ndjem shumë i emocionuar me tregu drejtën, se elhamdulillah domon të e marr parasysh Llapian përgjithësi, po edhe mërgëmtarët, edhe bizneset llapiane janë kanë shumë zamërgjar për këtë rast. Jem shumë të privilegjuar dhe të gëzuar që festën e Kurban Bayramit na im ka driu inshallah ka me pritën shtëpinë e re. Pa u burko, po shkojnë atë, bojnë Allah fe ma gjonë të vani. Hajde. E thashti, jam të ai momenti shumë i lumtur e i gëzushëm. Jam me bocën këtë, ish ushtarin e ushtrisë lindore të Kosovës. Është një moment për më që për ty dijeta e video. Shumë i lumtur, nuk se zbohet, këta ç'a më thon. Mirë është. Jam i lumtur, jam Shpeshene, shtëpia është mashallah. Më thonë modese, por super e mirë, për mua është shumë e mirë. I falenderoj gjithë, Allah i shpërbleft secilin. Jam i lumtur, jam i kënaqur, jam i gëzuar. S'po të ngarkojna më shumë se fillim. Po. Po. Inshallah, veç e gëzën. Faleminderit. Allah ju shpërbleft. Gjithë faleminderit shumë. Respekt për gjithë. Faleminderit shumë. Inshallah me kohë të morën. Amin inshallah. Jepja. Po jemi edhe na pak. Që kjo është një këqiri më i mirë dhe i stash. Që kjo pipret ka musa vetë mas mire. A është i lumtur këtë njone që jini të në shpe? I bësi shtyra. Sikur kur e din që u bu diçka e mirë. Em një shëko? Runi është. Runi është pa qërë. është për me emocionu se edhe ne kam, kur tha Roni, unë e kam një që qëtë Roni. Allahu më se sprovë kërkan, e këtina e shalua është probleme gjenet këtë bacë, për durimin e tinej, e sabrën. S'kem ka shkym tjetër, i lumi Allah që e ka që është i mirë se ordën. Gjdo prind një ndhimje, është rënë për një prind, po s'kem tjetër rrugë, pës pëshetja të Allahu. Aj mund e shërën, aj mund ja qënë se bepin, tjetër zdi që me thonë. Qëfar smuje ka, qëfar diagnoze ka djali? Runi është i pa lëvizshëm, as flet, as han, as pin, krejt do të meni mua, se qashtu e ka, është dëmtuar në lindje, edhe nuk, është me të handicap, për momentin është qështu. A ka ndë një shprejës për to për shumë nga mjekt, a e kanë kontrolu dikon? Po, e kemi qenë në Francë, kanë një kubëllë edhe ata, që tash ne mund se jalloj, neve dhe Ronit, edhe shkoj në Itali, është në dorë të mjekëve, dje është këthyje pej Italije. Roni. Si drita. Xhamat Derum është pa koment. Shallat me gëzu ki shpje gëzani. Inshallah, me gjithë. Se kështu shpja e mobilu me marë. Mirë, shumë të knoqë. Alhamdulillah, po ta thënë zemë, se rasti si kjo, po zote veç ju pagu batë.
Inshallah Perënia këtia qënë se bepin edhe e shërën, se është pak rën, po s'kem qka, s'kem ka jamojme. Të Perënia do të më pështetë, qavi për Perënia, mirë se ardë. Me thënë drejten, baca i ka 6.000, dhe më thënë është veti 8 antar, i ka fëmi tje, po për mos me nditë tërpnu mas njënë për të nëvë, e pse vendosa këto që një mesazh për juve që dinja Zotit shqyqyrin, që kini shpia, kini familje të shnosh, të shpia sa kur gjo, më dhe, që me thonë palat me ta bo, kur e kinë gjendje një fmi si kë, më thonë është bajegis proveron. Po thonë që katuni ka përgatit dhe ushqim, e me posë dhe bereqet për juve, kështë që me kom të harit me i. Amin inshallah, të mirë së ardhën, nini me dëshirë ju presëm, gjithi falenderojmë. Unë jam të prish tash të Musafer, po vjen hoxha, aleikum selam, flija pas kam pru. Kameraman rretin, e të je veç për me kësyrë. Të jam me hoxhën e nderuam, hoxhën e fshatit, Fidan Musliu. Kjo është në më na gjithmonë i kena lëmdan që i kena këta xhallar që janë nxitës për veprat mira, vepër si kjo, sidomos këto 10 ditë të Dhul-Hijhes. Po, ditë të veçanta. Çfarë ndjeni për ty juve? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht të falenderojmë Allahun për shumë begati dhe mirësi që na i ka dhënë. Thot Allahu jonë Naimi, që është veteran i ushtrisë çlirimtarët Kosovës, është ba me shtëpi dhe këtë festë të madhe, festës Bajramit Kurbanit, e gëzën me familje. Unë vetëm deshta me falenderu gjithë ata cilët kanë kontribue dhe e kanë përkrah, do më thonë, këtë projekt të shoqatës Tradita. Lusim Zotin e madh të ju jep bereqet familjes Naimit këtë shtëpi të re, ashtu që lusim Allah subhanahu wa taala që djalin e Tironin ta shëroj me shërim të shpejtë. Kësaj sofre të bereqeshme mujnë me mi thonë edhe bokelot, po na nuk e kena njësës në lejna dhe feja, të më thonë do le të akzojnë që me kom të harit, inshallah. Me këta bok, që kjo që din me kalzu lapjant, do me thonë pa bok në këtë shojnë. Që të jena të e boni farë bedoti halal, të e prejni torte, urime, shtëpi eri. Exception,